A mund të thyet zemra më shumë se kaq? Selvia jau thyen heshtë. Përmes një rrëfimit që të kuput shpirtin, ajo tregon se shpati nuk iku larg kësaj, por dha frymën e fundit pikërisht në krahët e saj. Selvia tregon se ditët e fundit ishin mbushur me shpresë. Ata po bënin gati dokumentet për një Itali me një qëllim të vetëm. Ti mësonin djalit të tyre Roelit trajtimin e duhur me lokoped, pasi i vogli ende nuk fliste. Por në kulmin e kësaj përpjekje prindërore, ndodhi e paimagjinueshmja. Me fjalët që të ngrin gjakun, Selvia shkruan: "Ndrove jetë në krahët e mi, o jetë. Pse ma këpute zemrën kështu? Më thoje se do më doje derisa vdekja të na ndante. Por pse u ndave nga jeta në krahët e mi?" Dhimbja bëhet edhe më e rëndë kur ai përmend Roelin. Ai vajton faktin se shpati e la djalin jetim, pa arritur ta dëgjonte qoftë edhe një herë të thërreste papa. "Nuk prite shpat, nxitove dhe na le vetëm", shkruan ajo duke mbyllur letrën me shpresën e vetme që i ka mbetur. "Inshallah takohemi në xhenet, mezi pres të zgjohem nga ky gjum." Për largimin e shpatit nga jeta ka reaguar edhe miku i tij, aktori Rezard Veleshnja, i cili deklaroi se e para që pa shpatin pa shenja jete ishte bashkëshortja e tij Selvia. Shpatit i ka ndodhur në dhunë. Kur ka hyrë edhe Selvia, tha se ai ishte i shtrirë në krevat dhe nuk dha më asnjë shenjë jete. Pa puls, pa asgjë. Gjithashtu vëllai i këngëtarit Albini tha se ndihma e parë i është dhënë në banesë, por ai nuk ka arritur të mbjetoj. Ajo shpreh se shpati kishte pasur disa shqetësime të vogla në zemër, por jo diçka serioze. Trupi i këngëtarit ndodhet ende në Itali, ndërsa pritet në vijim që të kryen procedurat për ta sjellë pranë familjarëve. Përtej kësaj dhimbje familjare, shpati lë pas edhe një bashkëllëk të madh për të gjithë shqiptarët. Ai nuk ishte thjesht një bashkëshort e papa, por një artist i madh që i dhuroi muzikës sonë pafund hite ndër vite. Zëri i tij u ndal. Por këngët e tij do të vazhdojnë të dëgjohen përgjithmonë. Lam të mirë shpat.